21 nëntor 2025, portali kozmik që ndryshon gjithçka për shëndetje shpirtra të dashur të kanalit ton. Merë frymë thellë ndjeni këtë moment. Sot është 21 nëntor 2025. Nëse je këtu duke e dëgjuar këtë video pikërisht tani di se nuk është rastësi. Kur nuk ka qenë. Ti je zgjuar. Ti je zgjedhur. Ti je absolutisht gati. Sot hapet një nga portat më të mëdha dhe më të fuqishme kozmike të gjithë dekadës. Nuk është thjesht një ditë astrologjike, është dita kur qielli dhe toka takohen brenda teje. Dy gjigant të mëdhenj magnetik, Urani dhe Neptuni, krijojnë një konvergjencë të rrallë që ndodh vetëm çdo disa vite dhe këtë herë bie eksakt në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë, në të njëjtin frymëmarrje kozmike. Pas kësaj dite ti nuk do të jesh më i njëjti njeri. Bota jote e brendshme dhe e jashtme do të ketë ndryshuar përgjithmonë. Bëhu gati. Portali është i hapur. Dhe ti je pikërisht në qendër të tij. Pika 1. Konvergjenca kozmike. Le të ngrem syt lart sepse qielli sot po flet me zë të lartë. Dielli ynë në gradën e fundit të akrepit, 29 gradë e 59 minuta, qëndron ballë për ballë me Uranin në 29 gradë dem. Kjo është opozit perfekte deri në sekondë. Energjia është thuajse e padurueshme nga fuqia. Urani është rrufeja qiellore. Është zëri i papritur që të thotë mjaft në mes të një jete që ke ndërtuar me vite. Çdo gjë që ti e ke mbajtur në këmbë me forcë, marrëdhënie pa shpirt, punë që të vret çdo ditë, identitete false, besime që të kanë mbajtur të vogël, merr sot një goditje rrufeje çliruese. Disa do ta ndjejnë si zemërim të papritur. Disa si lot që nuk ndalen. Disa do të thonë fjalë që i kanë mbajtur brenda 10 vjet. Disa do të mbyllin derën dhe do të mos kthehen kurrë. Kjo nuk është shkatërim. Është revolucion i shpirtit. Është momenti kur ti zgjedh të jesh 100% i vërtet, edhe nëse bota rreth teje ende nuk e kupton. Dhe pikërisht në të njëjtën ditë pas 161 ditësh retrogradite të gjatë dhe të rëndë, Neptuni, perëndia e oqeaneve shpirtërore, ndalon në 27 gradë peshqve dhe kthehet direkt. Kujton 5-6 muajt e fundit? Mjegull. Lot pa arsye. Ëndra intensive që të zgjonin natën. Ndjesia që diçka e madhe po gatuej por nuk e shije. E gjithë ajo periudhë ishte një dhomë e errët ku ti ke ndërtuar anijen tënde të ëndrave pa e ditur pse. Sot, Neptuni lëviz përsëri përpara. Mjegulla zhduket një herë e përgjithmonë. Çdo lutje që ke bërë në heshtje, çdo ëndër që e ke quajtur shumë e madhe, çdo intuit që të ka thënë vazhdo, edhe kur gjithçka dukej kundër, fillon të materializohet me shpejtësi marramendëse. Sinkronicitetet do të jenë kaq të forta sa do të ndihesh sikur Zoti të flet drejt për drejt në vesh. Pika 2. Çfarë po ndjen trupi dhe shpirti yt tani? Tani ndalo për një çast. Mbyll syt për një sekondë. Merr një frymëmarrje të thellë dhe vendos vëmendjen brenda trupit tënd. Sepse tani po flasim për atë që po ndodh vërtet brenda teje në këtë moment, ndërsa po dëgjon këto fjalë, trupi yt është antena më e ndjeshme që ke. Ai e di para mendjes. Ai e di para fjalëve. Ai e di para botës së jashtme. Dhe sot, 21 nëntor 2025, trupi yt është në një bombardim kozmik të frekuencave të reja. Le të shkojmë ngadalë, sepse çdo simptom që po përjeton është një mesazh i shenjtë, rryma elektrike në përshtyllën kurrizore. Ndoshta e ke ndier që sonte ose sot në mëngjes, një valë që të ngjitet nga fundi i shpinës deri në majë të kokës, si të ketë prekur rrufeja pa dhimbje. Kjo është kundalini që po zgjohet. Është energjia e Uranit që po hap çakrat një nga një. Mos u trem nëse të dridhet trupi ose të vinë të dridhura, është shenjë që po shkarkon vite të tëra bllokime emocionale. Zemra që rre si daulle pa arsye. Nuk është panik. Nuk është ankth. Është zemra jote që po kalibrohet në frekuencën e re të tokës. Është si një daulle shamane që po bie brenda kraharorit tënd për të thënë: Je gjallë. Je duke u rilindur. Hapi ritmit të ri. Ankthi që në fakt është entuziazëm kozmik. Shumë njerëz sot do të thonë po më zë paniku. Jo. Është entuziazëm kaq i madh sa trupi yt nuk di ta përpunoj ende. Është si të hapësh një shishe shampanjë pas 10 vitesh, ta pa del me forcë. Thuaj vetes, ky nuk është frikë. Ky është gëzim që po del jashtë. Lodhja e thellë edhe pas 12 orësh gjumë. Ndoshta ke fjetur si i vdekur dhe ende ndihesh si bateri bosh. Kjo ndodh sepse po kalon një upgrade të plot të adnës shpirtërore. Trupi po lëshon densitetin e vjetër 3D dhe po ngarkon dritën 5D. Është si të instalosh një sistem operativ krejt të ri, kompjuteri nxehet dhe ngadalësohet derisa të mbarojë. Valë nxehtësie, djesë të papritura, të dridhura. Këto janë valët e Neptunit që po lajnë çdo qelisë tënde.
Imagjino që je në një oqean kozmik dhe valët e dashurisë hyjnore po të pastrojnë nga brenda. Çdo val largon një kujtim të vjetër dhimbje, një betim të vjetër, një frikë të trashëguar. Koha që përkulet dhe humbet kuptimin. Sot do të ketë momente kur do të shikosh orën dhe do të thuash: si kaluan 4 orë në 15 minuta? Ose si kaluan 10 minuta në 4 orë? Kjo ndodh sepse je në fushën ku koha lineare pushon së ekzistuari. Je në no time, në hapësirën ku manifestimi është i menjëhershëm. Sinkronicitetet që të lën pa fjalë. Do të mendosh për dikë që nuk e ke parë 8 vjet dhe brenda 30 minutash do të shkruaj. Do të bjerë një ide në kokë dhe menjëherë do të marrësh një mesazh ose email që konfirmon saktësisht atë ide. Do të shikosh një numër engjëllor, 11, 11, 22, 22, 424 çdo 10 minuta. Këto nuk janë rastësi. Është universi që të thot me zë të lartë: po të dëgjoj, po të shoh. Je në rrugën e saktë. Lot pa arsye, buzëqeshje pa arsye. Sot mund të qash duke parë një pemë. Mund të qeshësh pa arsye duke ecur në rrugë. Është shpirti yt që po del në sipërfaqe pas vitesh fshehjeje. Është versioni yt i vërtet që po merr frymë për herë të parë. Ndjesia që dikush po të sheh ose je duke u vëzhguar. Është e vërtet. Sot je në vëzhgim të dashurisë absolute. Ekipi yt shpirtëror, udhëzuesit, engjëjt, paraardhësit, të gjithë janë ulur rreth teje si në një sallë lindjeje shpirtërore. Ata po të shikojnë me lot në sy dhe po thonë: ja ku është. Ja ku e kemi pritur. Pra, nëse sot ndihesh i çmendur, i humbur, shumë emocional, i lodhur, i elektrizuar, di një gjë. Të gjitha këto janë shenja që je pikërisht aty ku duhet të jesh. Je në mes të portalit. Je duke u rilindur në kohë reale, mos u mundua ta kontrollosh. Mos u mundua ta shpjegosh. Thjesht lejo. Lejo që çdo valë të kalojë nëpër ty. Sepse pas kësaj dite, ti do të hapësh sytë dhe do të njohësh veten për herë të parë. Je gati? Trupi yt e di. Shpirti yt po qesh. Dhe universi po të përshëndet me duar trokitje. Faleminderit që je këtu. Faleminderit që zgjove. Faleminderit që nuk u dorëzove kurrë. Tani merr frymë thellë dhe lëre të ndodhë. Pika 3. Çfarë është në të vërtetë ky portal? Pse e quajmë portal? Urani është çarja, forca shpërthyese që thyn burgun që ti vetë e ke ndërtuar me vite. Neptuni është drita hyjnore që hyn menjëherë brenda çarjes. 5 muajt e fundit ishe në një dhomë të errët duke ndërtuar një anije brenda shishes pa e ditur se përse. Sot dera hapet pa pritur dhe ti sheh oqeanin e pafund përpara. Sot kupton pse ke vuajtur. Pse ke pritur. Pse ke mbajtur ëndrrën gjallë edhe kur të gjithë të thoshin është e pamundur. Ky nuk është thjesht një transit astrologjik. Është një inicim i vërtet shpirtëror. Është momenti kur shpirti yt firmos kontratën e re me universin dhe thotë: tani fillon e vërteta ime. Tani filloj unë. Pika 4. 3 valët e 21 nëntorit. Sot energjia do të vijë në 3 valë të qarta dhe të fuqishme. Vala 1, mëngjesi, njoja. Zgjimi yt do të jetë krejtësisht ndryshe. Sa po hap sytë do të ndjesh menjëherë, diçka ka ndryshuar brenda natës. Maskat e vjetra bien vetë. Do të shikosh një situatë të kahershme dhe do të pyesësh si e duroja kaq gjatë. Është vdekja e parë e egos së vjetër. Mos u tremb, je duke u çliruar. Vala 2, mesdita, zbulimi. Këtu vjen kulmi i Neptunit direkt. Perdet hapen plotësisht. Do të marrësh lajmin. Do të bjerë ideja. Do të kesh momentin aha që të ndryshon jetën për gjithmonë. Shumë do të marrin oferta pune të papritura, mesazhe dashurie, takime fatale, qartësi absolute për misionin e tyre. Është ora kur qielli të jep gjithçka që ke kërkuar me vite. Vala 3, mbrëmja dhe nata, integrimi dhe rilindja. Do të ndihesh si pas një lindjeje i raskapitur, por plotësisht i gjallë. Do të fillosh të shkruash planet e reja, të telefonosh njerëzit e duhur, të ndjesh dashuri të pafund për veten. Versioni i vjetër ka vdekur. Ti ke lindur përsëri. Sot ke kaluar pragun dhe nuk ka këtë mbrapa. Pika 5, këshilla praktike dhe si ta kalosh ditën. Çfarë duhet të bësh konkretisht sot? Anulo çdo plan të ngurtë. Lëre agjendën bosh. Portali punon më mirë në hapësirë të lirë. Shkruaj çdo ide, ëndër, sinkronicitet, mos i lë të shkojnë. Pi shumë ujë, hëngre pak dhe lehtë, qëndro në natyrë sa të mundesh. Nëse ndjen rezistencë, frikë ose lot, mos i lufton. Thuaj faleminderit që po largohesh, version i vjetër. Mos u mundua të shpjegosh të tjerët çfarë po ndodh, shumica nuk do ta kuptojnë ende.
Ruaj energjinë tënde të shenjtë. Dhe rituali i mbrëmjes bëje patjetër. Para gjumit ulu 11 minuta në heshtje. Vendos dorën të zemra dhe përsërit ngadalë. Unë jam gati. Unë pranoj versionin tim më të lartë tani. Faleminderit që gjithçka po ndodh për mua dhe përmes meje. Pastaj lëre telefonin jashtë dhomës dhe flej. Ëndrat e sonte do të jenë portat e fundit të këtij kalimi madhështor. Mbyllja, mesazhi final. Sot, 21 nëntor 2025, nuk është fundi i një cikli të vjetër. Është fillimi i realitetit tënd të ri të plot të manifestuar. Ti nuk je më personi që ishe dje në mëngjes. Portali është i hapur plotësisht. Drita ka hyrë. Hyrë brenda pa frikë. Ec me kokë lart. Unë të pres në anën tjetër, atje ku gjithçka është e mundur. Atje ku ti je plotësisht ti. Namaste. Je i dashur. Je i fuqishëm. Je i lirë. Shihemi në realitetin e ri.